drejt një jete të lumtur pas Ramazanit. Falënderimet i takojnë Allahut që na udhëzoi në Islam, se sikur të mos na udhëzonte Allahu, nuk do të ishim nga të udhëzuarit. Atë e falënderojmë dhe e madhërojmë. Jemi krenar që i njohim Allahun ashtu si duhet, pasi shumica e njerëzve nuk e njohin atë. Jemi krenar që e adhurojmë si të vetëm, duke mos i shoqëruar askënd si rival. Jemi krenar që falemi dhe agjerojmë, dhe të tjerët nuk i njohin këto adhurime. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Shpërblime do të plotësohen vetëm në ditën e Kiametit. Kushdo që shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe hyn në xhenet, ai ka fituar gjithçka që mund të dëshirohet. Ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese. Surja Al Imran 185. Të nderuar vëllezër, ky është ligji i Allahut që nuk ndryshohet. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen, por a duhet të ndalemi këtu apo të mendojmë se cilat janë shpërblimet tona pas vdekjes, se a do të na gëzojnë apo hidherojnë ato? Ramazani nuk është vetëm se një stacion gjatë rrugtimit tonë për në botën tjetër, ku ne besimtarët jemi të thirrur të ndalemi për të pajisur me vepra të mira dhe për të ndryshuar në jetën tonë, që ky iman dhe vullnet që na jep Ramazani të na ndihmojë në pjesën e mbetur të jetës. A nuk është muaji i Ramazanit pikërisht ai muaj gjatë të cilit ne kërkuam fitoren e madhe, shpëtimin nga zjarri dhe hyrje në xhenet për 30 ditë? Por ne jemi ende gjallë. Jeta na pret dhe duhet punojmë për ta fituar xhenetin dhe për t'i shpëtuar zjarrit, dhe që gjatë udhëtimit ton të jemi sa më të pastër nga njovat e mëkateve, nga të cilat na pastroi Ramazani. Pikërisht të nderuar vëllezër, ne duhet ta pyesim veten cilën jetë dëshirojmë pas Ramazanit. Atë jetë mirë e të lumtur që na mësoi Ramazani, apo atë jetë plot të lashe siç e kërkon djalli? Në këtë jetë dy janë rrugët. Allahu i madhëruar thot: natyrisht që ne i treguam atij rrugën e drejtë, që ai të jetë ose mirënjohës ose mos mirënjohës. Surja Insan 3. Të nderuar besimtar, jeta pas Ramazanit duhet të jetë ajo që Zoti kërkon prej nesh. Për shumë ditë jetuam, mësuam, u edukuam në hijen e tij dhe tani duhet patjetër që këto mësime t'i jetësojmë, sepse për çfarë agjeruam? Për ta privuar veten nga ushqimit e pija? Çfarë po përfitojmë nga Ramazani, nëse nuk shihet jetësimi i tij në jetën tonë? Hapat drejt një jete të lumtur pas Ramazanit. Jeta pas Ramazanit duhet të jetë për Allah dhe me Allahun. Nga se Ramazani kështu na mëson. A nuk është agjerimi ynë për shumë orë në ditë për Allahun, krijuesin tonë, se ai e kërkoi nga ne dhe ne u përgjigjëm, i jetuam me Allahun, duke i kryer edhe obligimet, ishim më afër tij. Të duhet ta vazhdojmë edhe pas Ramazanit, që jeta jonë të jetë vetëm për Allah dhe me Allahun. Në çdo vepër ka vend dy faqësi, ose në Ramazan jo, nga se ti ke mundësi të hash e të pish dhe pa e ditur të tjerët, por nuk e bën nga sinqeriteti yt, i cili është vetëm për Allah, sepse je i bindur se ai të sheh. Ti ke mundësi të falësh për sy e faqe, të japësh, të ndihmosh, por jo dhe të agjërosh. Andaj le të jetë jeta jonë pas Ramazanit, veprat dhe punët tona, vetëm për hir të Allahut, larg nga dy fytyrësia dhe jo për hatër të njerëzve. A nuk ishte objektivi kryesor që Ramazani sjell dhe boshti rreth të cilit sillet ky muaj, që të mbjell tek ne devotshmërinë, duke marrë hapat e duhur, që dhe pas Ramazanit ashtu si në Ramazan, kur e privuam veten nga gjërat që në esencë janë të lejuara, tu themi jo harameve. Pasi për to në barkun ton nuk ka vënd, prej fjalëve të parëve tanë të mirë ishte, sikur të falësh namaz, sa që ndrojnë shtyllat, nuk do të bëj dobi, derisa të shikosh se çfarë po fut në barkun tënd. A nuk po na mëson Ramazani se si duhet të jenë raportet tona me të tjerët, nëse ata na pengojnë apo zihemi me dikë që ne t'i themi, unë jam agjërueshëm? Sa e bukur do t'ishte jeta jonë që ne të jetojmë me këto moto dhe jashtë Ramazanit, që të themi të tjerëve, unë jam agjërueshëm, nuk e punë me mua. I suksesshëm te Zoti është ai i cili merret me gabimet e veta dhe i lë gabimet e të tjerëve. Sofra e iftarit është simbolika e unitetit familjar dhe vëllazëror, se si duhet jetoj me të afërmit tanë edhe pas Ramazanit. Andaj dije se të afërmit e tu ka nevojë për ty dhe e meritojnë dhe e presin mbikëqyrjen tënde edhe pas Ramazanit. Mos mendo se me sadakan e fitrit e ke kryer obligimin ndaj tyre nëse ka nevojë. Mbajtja e lidhjeve parafisnore të çon drejt krenarisë, sjell riskun, suksesin e jetë dhe i mbush zemrat plot hare. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: kush dëshiron që t'i shtohet risku dhe t'i zgjatet jeta,
le të mbaj lidhjet me farefisin e tij. I afërmi yt është pjesë e jotja. Nëse investon për të, ke investuar për personalitetin tënd, dhe nëse nuk ke me çfarë ta ndihmosh, atëherë thuaj fjalë të mira. Urrëtia dhe konflikti mes farefisit është sherrë dhe bela e madhe. Ai që mendon se ka fituar në konfliktet farefisnore është i humbur në dynjë dhe ahiret. Çdo i afërm do të vijë në ditën e Kiametit dhe do të dëshmoj për të afërmin e tij nëse i ka mbajtur lidhjet apo jo. Aliu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thotë: çdo ditë që nuk i bëhet mëkat Allahut për ne është fest. Allahu na i pranoft veprat e mira. Amin.